Nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Kryetari I SPAK-ut shikuar se pritej u zgjodh zoti Klodian Brau. Në pjesën e parë të këtij emisioni ne do të flasim për vrasjet, një moment kur Lapaj ishte drejtuar sheshit përpara kryeministrisë. Ylli Rakipi gjatë këtij viti që lam pas duhet vlerësuar më shumë sepse na tregoi se në epokën e çmendurisë së rrjeteve sociale dhe luftës vetvrasëse dhe vëllavrasëse për disa klikime, ka moderatorë që mbeten profesionist deri në fund. I tillë është Ylli Rakipi, I pakonkurrueshëm. E kur pavarësia e medias është vënë më shumë se kur në pikpyetje, kur roli I ekraneve dhe gazetarëve po zhbët çdo ditë nga influencerët e Instagramit dhe TikTokut, kur reklamat private apo qeveritare po përcaktojnë drejtimin e editorialeve të emisioneve, Ylli Rakipi na tregon se ajo që vlen në fund është pavarësia profesionale. Me emisionin e tij të pa ekspozuarit, Rakipi vijon të ekspozoj me kurajo pazaret, aferat, keqeverisjen, opozitën reale dhe atë të shiturën, krimin dhe aktualitetin e rrëmueshëm të Shqipërisë së vitit 2025. Me një stil dhe frazë që të kujton penat themeluese të gazetarisë son dhe si një gazetar që e di se emisioni medias nuk është vetëm të raportojë, Rakipi po I tregon shoqërisë se ka diçka më të rrezikshme që po kërcënon të ardhmen. Ajo është ignoranca dhe padija e frikshme e një pjesë të shoqërisë në nivele drejtuese dhe në mediat e vendit, që me aq mjeshtëri Ylli Rakipi po I denoncon duke u thënë shqiptarëve me një stil fin, shumë herë therrës, donse përzier me batuta rakipiane. Si një nga gazetarët që ka rol të rëndësishëm në historinë e medias së viteve 90, Ylli Rakipi vijon të jetë një model për modernizimin origjinal të debateve dhe duke dëshmuar se gazetar është ai që I shërben publikut dhe të vërtetës, sado e hidhur qoftë ajo për ndonjë palë. Emisioni I tij dhe modeli I moderimit ka ndikuar në formimin e opinionit publik, duke treguar guxim gazetaresk në një kohë kur media shqiptare I ka kthyer syt se kush paguan më shumë tek pronari.